ne kemi bërë një shtëpi të vogël, se ai kërkonte një shtëpi se thoshte më lag shiu. Edhe te ajo shtëpi, mamet ju dha dhunti të shikonte qeriun. Edhe vinin njerëz, kam qenë shumë e vogël, vinin njerëz nga gjithë Shqipëria. Se djali i dilte në ëndër çdo njeriu që kishte nevojë për të, dhe i thoshte hajde te shtëpia ime se të shëroj ju. Është akoma dhe sot tek kësaj dite ajo shtëpi. Ku është shtëpia? Shtëpinë e keni bërë pranë shtëpisë tuaj apo? Jo, është te Varrezat. Po. Edhe është një dhomë e mbuluar, vetëm çatin e ka të hapur që ai të ketë mundësi të dali edhe të rikthehet përsëri. Edhe Dhe ky është kërë, do thënë në një pelegrinazhi ku njerëz që ai ju shfaqet në ëndër shkojnë aty? Po, i thërret njerëzit që ai don. Kanë fuqinë natyrshme. Edhe pas vdekjes si shton njerëzit pra dhënat që kanë fuqinë, si thotë vetë ndonjëherë që siç është vinë dëshmia njerëzit Danelit. pra sepse u del në ëndër.